në vend e kisha marrë në shtetësi Dudes Balës. Zonja Dude Bala nuk është bosnjake, po ajo është femën që keq përdor kombin bosnjak. Aja deri dje, krejt e dim që u dalë me Shqiponjen, edhe aja është u keq përdor Republikën e Kosovës. Juve keni pasur një reagim të jetë ashpër për kundrejt deputetes nga komuniteti bosnjak Duda Balje. Si e gjykoni kushtin e saj që thot, japim votën për secilin kryeministër që formon komunën e bosnjakëve? Po, mas pari, zonja Dude Bala nuk është bosnjake, ajo është gorane, ato e din krejt Kosova, po ajo është femën që keq përdor kombin bosnjak për punën e vetë. Sepse një femën që, qysh me tham, aja deri dje, krejt e dim që u dalë me Shqiponjen, u dalë me flamurin, po pas kur ka kalu Banjska, u ndryshu krejt. Se krejt e dim, nese Zotri Albin Kurti dhe shtetit Kosovës se jep komunat bosnjakëve, serbët ka me lyp të njëjtë. Edhe pas taj s'ka me pas qare, pa qenë komunat serbe edhe komunat bosnjake në Republikën e Kosovës. Edhe aja është u keq përdor Republikën e Kosovës, mas pari Republika e Kosovës cila ja ka jap bukën me hangër, ajo është u keq përdor. Une po thëm nëse jam prezidentja shtetit të Republikës e Kosovës, në vend e kisha marrë në shtetësi Dudes Balës. Sepse ajo është femna që veç që shkatron Kosovën. Ajo nuk është femna që ndihmon as bosnjakëve, as shqiptarëve, as këtu e tjeq. Aja veç ka në plonin e vetë me shkatru Republikën e Kosovës. A mendoni se zonja Balje ka marrë direktiva nga Beogradi, apo dhe vetë Milan Radojičić? Une e kam shkruar edhe një postimin në Facebook, edhe jam 100% sigurt që aja u taku me Milan Radojičićin edhe që krejt urdhrat që ka aja, që thot në Kuvendin e Republikës së Kosovës, janë urdhra nga Beogradi. Dua të rikujtojmë gjithashtu se Ramush Haradinaj i ka mbështetur më sa kërkesën që zonja në fjalë ka bërë dhe ju e keni cilësuar këtë se një turp i madh. Pse ky reagim nga ana juaj? Pse keni reaguar kaq ashpër ndaj zotit Haradinaj? Për mu zoti Haradinaj ka qenë një heroj tepër i veçantë. Një njeri edhe një politikan që kam dasht me shpirt edhe me zemër. Edhe unë hala kam respekt për ta. Por punën, qysh ka dëshira i me captu Kosovën, e me dha një femnës që u taku me Milan Radojičićin edhe që ka urdhrat për Beogradit, që atu më ka i dnu shumë. Sepse si një njeri që ka humbur vllaznit në luftë, një njeri që vjen nga një familje tepër historike, pas familjes jashtare është familja Haradinaj. Një njeri me dalë për asaj familjes që ka thënë të gjitha për Kosovë, me dalë e me fol me mbështet Duden Balën për coptimin e Republikës së Kosovës. Për mu nuk është as zemra e patriotit, nuk është as një pjesa që është normale. Nuk është situata hiç normale, sepse une jam rritun edhe jam shkollum për fatin e keq në Serbi, edhe jetoj për Republikën e Kosovës, edhe me mprek dikush Republikën e Kosovës, unë jam gati në çdo sekund me nis me luftu për tokën të. Edhe ai si një luftetar po thot që është gati me pas marrëveshje me Duden Balën edhe me ja jap komunat bosnjake. Për mu s'ka kuptim. Si mendoni ju se po ndikon Serbia në ngërçin e të zgjatur të konstituimit të institucionit të Kosovës, dhe cila është zgjidhja në gjykimin tuaj?
po për mu zgjedhja e vetme është mu bashku shqiptarët, edhe mos me pas armiqësinë ndaj vetit, sepse çdo problemi që është në kuvendin e Republikës së Kosovës edhe në vetë shtetit e Republikës së Kosovës, serbët janë të kënaqur. Republika e Kosovës ka qenë në një situatën tepër të tmerrshme, që është lufta e Kosovës, siç e dim krejt çka ka dashur me baja Serbia neve. Por, unë çka e kisha tha krejt politikanëve të shqiptarëve, është me u bashku. Edhe mos me knaq një Duda Bale, mos me knaq një Demo Berishën, mos me knaq një Nexhmedin Spahiu, po me u bashku. Edhe me qitë Republikën e Kosovës sa më nalt. Amina, nga shkallët e stadiumit djemt nga Novi Pazari në sfidat përballë Partizanit të Beogradit kanë brohuritur që ju kurrë do ta merrni Kosovën. A tregon kjo se patriotizmi dhe ndjenja kombëtare e shqiptarizmit është ringjallur dhe tashmë shqiptarët aty nuk kanë më frikë ta buçasin atë ndjenjë që kanë? Kam ndohur edhe para 2 vite kur ka qenë ndeshja Partizanit Novi Pazarit, kur njoni ka përmen emrin e komandantin Hashim Thaçi, e ka thirr krejt stadiumi Hashim Thaçi, pastaj ka nisur njoni, ka tha thoni Albin Kurti, krejt stadiumi ka nisur Albin Kurti. Situata është tepër e mirë tash, sepse njerëz janë afru ka kombin e vet. E kam pa që shqiptarët e Republikës së Kosovës janë vllazën tonë, janë gjaku jonë. Edhe që Republika e Kosovës është e porja, nëse ndohet diçka në Sanxhak, Republika e Kosovës na qel derën neve. Edhe na s'kem ku me shku përpara, përveç ka Republika e Kosovës. Edhe njerëz këtu e kanë kuptu qatë situatë, sepse këtu në për televizionet thojnë që shqiptarët janë të keq, shqiptarët e urejnë Sanxhakun, shqiptarët e urejnë njerëz që jetojnë përvësisht në Sanxhak. Po kur shkojnë në Kosovë, kuptojnë që asnjë fjalë të Serbisë nuk janë të vërteta. Shumë herë unë kanë dalur njerëz në rrugë, unë kanë tha që policia e Republikës së Kosovës sillen tepër të mirë me njerëz tonë nga Sanxhaku. Çka mu më bën tepër të lumtur, tepër krenar. Nga profili juaj në Facebook ne konstatuam se ndeshjen Shqipëri-Serbi e keni ndjekur nga liçeni i Ujmanit. Si e vlerësoni ju paraqitjen e djemve të kombëtares dhe sjelljen e tifozave kuqesie? Po, do shoqënia kështu jena shku në liçenin Ujmanit, që është ana e Sanxhakut, e kena përcjell ndeshjen. Se s'di çka me u tha, u duft pak ma shumë, me jap vetës vullnet edhe me fitu.